Konflikti mes Kosovës dhe Serbisë ishte gati të shpërtente në luftë. Donald Trump, presidenti i Amerikës, së fundmi e përmend Kosovën. Derisa fryhej se po zgjidhte konflikte e luftra nëpër botë, tha edhe se kishte ndalu shpërthimin e luftës mes Kosovës dhe Serbisë. Gjatë mandatit të parë, Serbia dhe Kosova po i turreshin fort njëra tjetrës, siç e kanë bërë për shumë dekada. Konflikti mes Kosovës dhe Serbisë ishte gati të shpërtente në luftë. E ndalova. Biden e ka dëmtuar perspektivën afatgjatë me disa vendime shumë të budallme, por do ta ndreqi unë përsëri. Kështu tha Trumpi, por krejt kjo është një rana e një sharlatani. Nëse se mani mend çka ndodhte në 2020, po a rikujtoj. Ishte ndalu dhe dëmtu dialogu i Kosovës me Serbinë në Bruksel. Trumpi e bëri një farë dialogu farsë, që rezultoi në një marrëveshje farsë më 4 shtator 2020. Thuhej se do të normalizoheshin raportet përmes ekonomisë. Siç e dim, nuk ndodhi. Marrëveshja e Trumpit ishte mashtrim. Në anën tjetër, s'kishte kurfar rreziku për luftë. Tensionet ishin më të vogla se asnjëherë. Gjërat u përkeqësuan veç pasi Trumpi hyri në lojë si pula pa kry. Kosova, shkaku i ndërhyrjes katastrofale të Trumpit në atë proces, e humbi një kohë të çmueshme në dialogun me Serbinë në Bruksel dhe e dobësoi pozicionin e saj si palë. Nisën tensionet, ndodhi edhe Banjska. Pra, Trumpi jo që s'ndreqi asgjë, por vetëm prishi punë. Mirë po, këto budallallëqe të Trumpit për Kosovën s'janë të vetmet. Presidenti i Amerikës në atë kohë e kishte përmend Kosovën si vend arab e islamik nga lindja e mesme, pasi na kishte detyruar ta njinim Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit. Një veprim që do të lë vendin tonë në anën e keqe të historisë botërore për jetë e mot. Për ata që se din, Kosova është një vend sekular me shumicë shqiptare që ndodhet në Ballkan. Por Trumpi ka telashe serioze me Ballkanin. S'mund ta gjej kurrë në hartë. Njëherë, sharlatani në fjalë i kishte akuzuar liderët e ngratë nga Baltiku, pra liderën e Lituanisë, Estonisë e Letonisë, për luftën në Jugosllavi. Ata kishin mbetur duke kthyer njëri tjetrin. A mundet me ndreq diçka Trumpi në Kosovë? Në fakt, krejt shpresat te padia dhe sharlatanizmi i Trumpit i ka Serbia e Vučićit, e bile edhe famkeqjet Sheshel. Ata shpresojnë që procesi dialogues të kapet sërish nga Amerika e Trumpit në mënyrë që të shpëtojnë prej obligimeve që kanë marrë përsipër në dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Donald Trumpi ka dhe interesa ekonomike private në Serbi. Dhëndri i tij po ndërton hotel luksoz midis Beogradit. Djali i tij e ka dos të afërt Vučićin. Kosova duhet ta di që Amerika, të cilën e donte, fatkeqësisht është në opozit. Amerika që na ndihmoi, po sulmohet e përndiqet e intimidohet nga presidenti i tanishëm i saj. Prandaj, e dhimbshme të thuhet, por në 3 vitet e ardhshme duhet me harru aleatin më të madh për lirinë dhe pavarësinë tonë. Duhet të shtiremi sikur jemi për një mend diku në Baltik. Për më shumë video si kjo, follow, subscribe Tjetër Magazin.